Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi të dërguarin e tij Muhammed alayhi salatu wassalam. Do të flasim për një temë interesante që shpesh herë kur hapim mushafin Kur'anin, shpesh herë na bien ndesh këto ajete kuranore, na përsëriten disa herë, sikur duan të na tregojnë diçka dhe të na vënë me dije vazhdimisht diçka të bukur. E mendojmë shpesh këtë. Dhe sigurisht që disa ndoshta edhe nuk e analizojnë fort sa duhet këtë ajet kuranor që përsëritet shpesh. Dhe ndoshta disa edhe te i kalojnë fletën edhe thonë e lexojmë një ajet edhe e kryjmë çita ajetet, po shkojmë te ajeti i radhës. Por sa ndalen të mendojnë rreth këtij ajeti. Ashtu siç u ndalen shokët e pejgamberit Muhammed alayhi salatu wassalam. Dhe prej këtyre ajeteve është ajeti të cilin Allahu te baraka ve taala thot Bismillahirrahmanirrahim, tanzilun mirrahmanirrahim. Pra, zbritje prej mëshiruesit, mëshirbërësit. Pra, ky Kur'an është zbritje prej mëshiruesit, mëshirbërësit. Ati që bën mëshirë. Dhe mëshira e tij ka te i kaluar dhimën e tij. Mëshira e tij është shumë e madhe, rahmeti i tij është shumë i madh. Dhe fal rahmetit të tij e ka dërguar pejgamberin Muhammed alayhi salatu wasalam, arsalnaka rahmatan lil alamin, si mëshirë për marrë njerëzimin. Pra tanzil mir rahmanir rahim, zbritje pe Rahmanit Rahimit. Ky Kur'an është zbritje pe Rahmanit Rahimit, pra, pe mëshiruesit, mëshirbërësit. Ndaluni vetëm një moment dhe mendoni vetëm pak. Pse mëshiruesi dhe mëshirbërësi? A nuk i shihni malet? A nuk i shihni kodrat? A nuk i shihni lumenjt, detrat, oqeanet, ujrat në përgjithësi? Gjitha këto begati, nga maja malit zbret uji dhe është kristal i pastërt me cilin ne e pim. A nuk e shihni, thot Allahu, ujin që ju e pini? Pse nuk falenderoni? Pse zbeheni pe falenderuesve? Pse nuk e falenderoni mëshiruesin që mëshira e tij ka bën të mundshme që ne të pim pe ujit të pastërt? Mëshira e tij ka bën të mundshme që të ham pe agrumeve, drithrave, grurave të ndryshme, pe nimeteve të ndryshme. Tanzilun min Rahmanir Rahim, pra zbritje prej Rahmanit Rahimit. Ky Kur'an që sa herë ne e hapim, kemi shpërblim tek Perëndia, tek Allahu i Madhërisëm, dhe sa herë ne e lexojmë për çdo germ pra nga 10 sevape. Dhe çdo germ që ne lexojmë